Në këtë edicion do të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje qendra në Gjakov ka përkujtuar me humazhe e kurora lulesh të vrarët e të zhdukurit e mesnatës së 1 prillit të vitit 1999 në Gjakov. Nga sot e deri më 30 shtator ka ndryshuar orari i tarifës së ulët të rrymës në Kosovë. Gjatë javës së shkuar, 3 skuadra sportive në Gjakov fituan titullin e kampionit, duke e bërë Gjakovën qytet të kampionëve. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 26 vjet më parë, rreth 30 qytetarë të komunës së Gjakovës u vranë e u zhdukën nga forcat serbe në mesnatën e 1 prillit të vitit 1999. E sot në përkujtim të kësaj dite, përfaqësues nga lëvizja vetëvendosje qendra në Gjakov bën homazhe dhe vendosën kurora me lule në kompleksin memorial në Kodrën e Qabratit. Rreth 30 civil të vrarë e të zhdukur në Gjakov nga forcat paramilitare serbe të datës 1 prill të vitit 1999 u përkujtuan sot nga përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje në Gjakov. Në 26 vjetorin e njërës prej ngjarjeve më të rënditse të qytetit ton, në kompleksin memorial në Kodrën e Qabratit, kryetari i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Gjakov, Agon Batusha, bashkë me anëtarët e kryesisë, asamblejës të aktivist, bën homazhe dhe vendosën kurora me lule. Në fjalën e tij gjatë homazheve, Agon Batusha tha se martirët dhe dëshmorët e kombit do t'i nderojmë gjithmonë, sepse janë udhërrëfyesit për rrugën tonë politike. Sot me 1 prill kujtojmë 30 martirët të cilët u vranë, u masakruan dhe pastaj trupat e tyre nuk u gjetën për një kohë të gjatë dhe sot shtrihen këtu në Kodrën e Qabratit dhe ne i nderuam, i kujtuam sepse çdo veprim që ne bëjmë çdo ditë, qoftë në jetën e përditshme apo si politikan, e kemi fal dëshmorëve e martirëve dhe gjaku i tyre është edhe udhërrëfyesi jon i jetës përditshme, por edhe veprimtarisë tonë politike. Flanza Veseli, gruaja e njërit prej viktimave të kësaj date, Nimet Veselit, nderoi me homazhe jetën e humbur të tij. Kurrin e kanë marrë domethënë me 1 prill, e kanë zënë forcat serbe dhe edhe na jemi konë piskot, po unë masi që jem kthy pi luftës, domethënë e kum kuptu se nuk është. Masi jem kthy pi Shqipënisë, e kemi kuptu që nuk është. Qështë e keni kuptu atë? Se unë kur jam kthy pi Shqipënisë e marrë, janë konë vlla jem në borë kojshite, ata nuk më ishim e më tregu, pa jo u ditë ma. Na ma ishim i më që është i zhdukur, mos po del më sa gjatë, po mas 7 vjetë na i prun e ishnët. Më 1 prill të 99-ës, rreth orës 10 në afërsitë të fabrikës së tjegullave, paramilitarët serb morën rreth 27 djemë të rinj, të cilët nuk dihet se ku dhe kur janë vrarë. Sistemi elektrik i vjetruar, mungesa e kanalizimit e ura e dëmtuar janë vetëm disa nga problemet e përditshme që po ballafaqohen banorët e fshatit Shishman i Bokës. Ata duan që institucionet të kenë në prioritet zgjidhjen e problemeve, për të cilat ata shprehen se janë elementare për jetesë. Fshati Shishman i Bokës është duke ballafaquar me probleme të shumta që janë esenciale për jetesë, si janë ndriçimi, shtyllat elektrike, sistemi vjetruar i rrymës, kanalizimit dhe rruga në një pjesë të fshatit. Banorët e fshatit janë shumë të shqetësuar për këto probleme për të cilat ata përballen në baza ditore. Sa i përket rrugës, po shihet vetë Prishtinë, e vetë një rrugë me të thëmë në komunë Gjakovës, gjitha fshatrat që është e pa asfaltume, qështu, kjo nuk është aqë e gjatë shumë, afer 200 metra, mirë po, ma kesja është si shumë investime në bënë emën dëvrau me luft, a familja i Sufi që tu i ka 12 antarët familjes dëvrau. Mata e tha se kanë kërkuar që edhe shtyllat elektrike të ndërrohen sepse sistemi aktual është i vjetër dhe telat e rrymës janë shumë poshtë. Problemi me rrymë është shumë i madh, sepse këto shtylla elektrike ky rrjet është për vite 70 këtu. Do të thonë një frymë kur frynë, na mbesim pa rrymë. Plus është shumë e dobët rryma, as aparatet nuk punojnë. Kjo po nuk e di unë edhe me këta jemi met. Ti zonë mshirën e Zotit.
Për këtë situatë, nga këtë thonë se ekipet përgjegjëse do të dalin në terren për të kuptuar saktë situatën dhe mundësitë e intervenimeve nëse lejohet. Në këtë fshat mungon edhe kanalizimi, madje banorët thonë se ka edhe erë të keqe gjatë verës. E sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, ky banor thotë se edhe ura e fshatit nuk është në gjendje të mirë. Kena problemin e urës, to vispeshit e urë që është, kanalizimit, e kjo projektit kryesor. Se kena shumë e pull për to, po kjo kryesor për fshatullin. Do të thonë kanalizim nuk ka, ujë të zeza e ku i gjunë? Po se tak se s'kena. Për shqetësimet e banorëve të fshatit Shishman, kemi kontaktuar edhe zyrën e informimit në Gjakov, por deri me transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë përgjigje. Nga sot e deri më 30 shtator do të ndryshoj orari i tarifës së ulët të rrymës në Kosovë. Ky ndryshim vjen si pjesë e aplikimit të tarifës verore, duke u mundësuar konsumatorëve kursime më të mëdha gjatë orëve të caktuara të natës. Kompania e furnizimit me energji, Kesko, ka bërë të ditur se që nga dita e sotme do të ndryshoj orari i aplikimit të tarifës së ulët për energji elektrike. Ndryshimi i orarit fillon nga sot dhe do të vazhdoj deri më datën 30 shtator. Tarifa e ulët për konsumatorët do të vlen nga ora 23 deri në ora 8. Ky ndryshim vjen si pjesë e aplikimit të tarifës verore, e cila u mundëson konsumatorëve kursime më të mëdha në orë të caktuara gjatë natës. Në varësi nga shpenzimi i energjisë, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda muajit, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent për kilovat, kurse gjatë natës 3.34 cent. Ndërkaq për konsumatorët familjar që shpenzojnë mbi 800 kW, për tarifën e ditës do të paguajnë 13.29 cent dhe 6.26 cent për tarifën e natës. Të shtunën e datës 5 prill në Kosovë protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Protesta mbahet në Prishtinë nga ora 15, ndërkohë ekipi ynë ka siguruar disa opinione të qytetarëve për të kuptuar nëse ata do t'i bashkohen thirrjes qytetare për protestë. Qytetarët po mbështesin protestën e 5 prillit, e cila do të mbahet në sheshin Skënderbeu, duke e parë atë si një zgjidhje të domosdoshme për të ngritur zërin kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Ata besojnë se vetëm përmes unitetit dhe reagimit të përbashkët mund të sjellin ndryshim. Protesta është mënyra jon për të dëgjuar, u shprehen qytetarët e intervistuar sot. Rrimet e ta prakohen me të shef. Këtë popull, jo çon unë, po këtë popull dotëm, po të jesën në pes, rrid, se dhe të rrimet, se rrimet shumë shërte, për 15% është jashtë akon shtepër. Në këtë kushët dhe do kemë për qaqë shmime. I voja të gjithë popullit, që kanë kohën, që s'kemi, kemi duhet me dhe po tjesa. Pa më shumë diku se t'jo kemi, jo, boja son shërë, kemi bona në ja. Ka kushtë të thëtë bo, veç pa kalë në si gjithë që dolin. Do të përkrajmë fuqishëm, do dalim të gjithë. Dhe jo bëja apel të gjithë qytetarëve të dalin në protestë. Unë e kisha përpozu kretë populata me dalë në protesta. Pse njerës që janë lodhe, nuk ka gjendja ekonomike, nuk ka njerës pare, pensionierët janë të vujt, edhe kjo shtrajtimi rrymës është shumë absurde. Se rryma është një ndër produktet themelore për jetën e njerëzve. Mund shtrajtorë artikuj tjerë, normal. Kështë artikuj janë themelore, pa cilët familja nuk bën asesi. Kështë që kur shtrajtohet rryma, është ka goditë gjepi se cilit njeri, e sidomos ajo shtresa cila jeton me pension apo me torë në më ata ndihin me njëherë. Ata besojnë se zëri i bashkuar është arma më e fortë kundër padrejtësisë së rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Çmimet janë bërë të papërballueshme dhe protesta është një zgjidhje për të shprehur kundërshtimin, thanë ata. Disa barna në farmacitë e qytetit vazhdojnë të shiten në kundërshtime vendimin për unifikimin e çmimit të barnave. E përderisa situata të normalizohet me çmimet që parasheh ligji, pacientët do të duhen të shëtisin nga një farmaci në tjetrën për të siguruar çmimin më të arsyeshëm. Vendimi për zbatimin e çmimeve të produkteve mjekësore në farmaci, i cili ka hyrë në fuqi disa ditë më parë, nuk po zbatohet si duhet nga farmacistët. Pacientët në Kosovë janë të detyruar të lëvizin nga një barnatore në tjetrën për t'i blerë barnat pasi ato po shiten me çmima të ndryshme. Ekipi mediumit ton ka vizituar sot disa nga barnatoret e qytetit. Sipas listës së publikuar nga Ministria, disa nga barnat kishin çmime të reja. Benuron Shërup ishte 1.95 euro, por ende po shitej me çmimin e
vjetër prej 3,50 euro, ndërsa Nurofen për fëmijë me çmimin e ri prej 2,74 euro shitej ende për 4,50 euro. Megjithatë, kishte edhe disa prej banatoreve që po respektonin disa prej çmimeve të reja. Kjo sipas vendimit të nënshkruar ku thuhet se Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale obligohet të ndërmerrë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi. Ky përfshin mbikëqyrjen e zbatimit të çmimeve të reja për produktet dhe pajisjet mjekësore, si dhe sigurimin që farmacitë dhe distributorët të respektojnë rregullat dhe ligjet e miratuara për tregtimin e këtyre produkteve. Nga ana tjetër, prapa kamerës, disa qytetarë që takuam derisa po blinin produktet e përshkruara në receta mjekësore, na thanë se do të përpiqen të kontribuojnë në këtë proces, duke mbikëqyrë implementimin e këtij vendimi. Kujtojmë se Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në muajin mars të vitit 2025 nënshkroi vendimin për zbatimin e çmimeve të produkteve mjekësore në farmaci. Sipas këtij vendimi, farmacitë janë të obliguara të vendosin çmimin e ri për të gjitha produktet që kanë në stok, bazuar në listën e publikuar më 24 mars, e cila është pjesë e këtij vendimi. Fal disa njerëzve vullnet mirë, Spitali i Sagreza është përfituesi i një donacioni nga diaspora. Një kamion me 24 ton ndihma shëndetësore është destinuar për Spitalin e Gjakovës, me qëllim të mbështetjes së institucionit shëndetësor dhe pacientëve në nevojë. Në Spitalin i Sagreza në Gjakov sot ka mbërritur një donacion humanitar që përmban pajisje të ndryshme mjekësore në të mirë të pacientëve. Donatori Gjafer Balaj tregoi se çfarë përmban ky donacion. Ky donacion që ka për Spitalin e Gjakovës kryesisht përmban ndihma për spitalore, do të thotë shtetër, karroca, mjete ortopedike, material shpenzues, pampesë dhe shumë artikuj tjerë të nevojshëm për spitalet. Prej Sydia kanal. Sipas Balajt, vlera për afër të donacionit e kalon shumën e 250.000 eurove. Është pak e vështirë të caktuar një vlerë saktë, po ato që mund të them, dikon e kalon vlerën e 250.000 euro. Një pjesë për këtij donacioni janë material shpenzues, ndërkaq pjesa tjetër është e përdorur por funksionale, tha Balaj. Një pjesë janë treja. Një pjesë janë treja, sepse janë material shpenzues, ndërsa një pjesë janë të përdorura, por gjithë janë funksionale, janë testuar dhe çdo gjë është funksionale ashtu si duhet. Balaj shtoi se ky donacion është realizuar fal Mërgatës së Gjakovës. Mërgjimtarët e Gjakovës, kryesisht në Zvicër edhe në Gjermani, e kanë paguar donacionin për këtë spital. Do të iniciatori për Spitalin e Gjakovës ka qenë Mensur Kreloni dhe qytetari i Gjakovës, dhe ai përmes shokëve ka mbledh mjetet e transportit dhe e kemi sjellë këtë kamion. Ndërkaq për drejtorin e spitalit, donacioni ishte i nevojshëm dhe u shpreh falënderues për donatorët. Është i nevojshme për shkak se lehtëson punën në spitalit dhe për qytetarëve që marrin ndihmë këtu në spitalin tonë. Unë i falenderoj gjithë donatorët, gjithë organizatorët e këtij donacioni që kanë bërë të mundur ardhen e këtij kamioni deri në spital. Kjo iniciativë erdhi me qëllim të mbështetjes së institucionit shëndetësor dhe pacientëve në nevojë. Reforma studentore në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov ka shënuar sot mbylljen e fushatës elektorale për zgjedhjet studentore 2025. Në këtë takim është diskutuar për plan programin, si dhe premtimet e kandidatëve për deputet në Parlamenti Studentor dhe Këshillat Studentore. Reforma studentore në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov ka shënuar sot mbylljen e fushatës elektorale për zgjedhjet studentore 2025. Në këtë takim është diskutuar për plan programin si dhe premtimet e kandidatëve për deputet në Parlamentin Studentor dhe Këshillit Studentor. Ju jeni ata që bëjnë ndryshimin, ju jeni ata që me 3 prill bëjnë vendosjen kryesore të vendosin numrin 26 për një të ardhme të studentëve, për një të ardhme të mirë për të drejtat të studentëve. Ne jemi këtu për më mbështetë dhe kështu që me 3 prill jeni ata që na mbështetin neve. Unë jam aktualisht kryetare e Fakultetit Shkencave Sociale, kam qenë shumë aktive me organizimet për studentat, për të ardhmen e tyre. Unë jam përsëri, jam zgjedhje për kryetare tashin me datën 3 prill kemi zgjedhje studentore.
kam qenë çdo herë pranë studentave dhe vazhdoj të jem dhe do të jem edhe mas datës 3 prill për çdo aktivitet, për çdo kërkesë ose ankesë që ata do të jenë gatshëm ta ndojnë me mua. Kandidoj për kryetarin e Fakultetit të Mjekësisë në mënyrë që të ngrisim zërin e studentave. Ne jemi ata që e njohim më së miri frymën e studentave pasi që jam punoj tash pothuajse 2 vite në mënyrë të pandërprerë për kërkesat e tyre, për ankesat e çdo gjë të tyre. Kandidat për kryetar të filologjikit, një herë edhe antar me të drejtë vote në Këshillin e Filologjikut, po ashtu antar i Komisionit Qendror të Cilësisë bashkë me disa profesor të universitetit. Pra unë që premtoj nëse me votojnë për kryetar të Këshillit ose e di që studentat e kanë shumë të vështirë ta ngrisin zonin edhe të merren me shumë aktivitete të ndryshme. Pra fakulteti nuk është vetëm provime dhe seminare siç e cek edhe zotëri Albin Tahiraj, po fakulteti është më shumë. Atëherë unë si kryetar e parlamentit jam kandidate për kryetar të edukimit dhe mundësia ime dhe dëshira ime është ta bëj të pamundurën për studentët. Studentët e Universitetit të Gjakovës, përfaqësuesit e tyre do të mund t'i zgjidhin të njëjtën e datës 3 prill. Vetëm përmes një angazhimi aktiv, studentët mund të sigurojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe të ndikojnë në vendimarrjen brenda institucionit, u tha Mesirash në këtë takim. Gjatë javës së shkuar, 3 ekipe sportive në Gjakov kanë kurorzuar punën e tyre, duke u shpallur kampion. Basketbollistët e Vllaznimit fituan trofeun e kampionit pas 29 vjetësh. Vajzat volejbolistët të Vllaznimit ja dolën të bëhen kampione, bashkë me vajzat basketbollistët të Vllaznimit, duke e bërë qytetin e Gjakovës qytet të kampionëve vetëm brenda një jave. Java që kemi lënë pas ka qenë ndër më të mirat që kanë ndodhur Gjakovës në fushën e sportit. 3 ekipet e Vllaznimit kanë arritur të triumfojnë në garë. Klubi basketbollit Vllaznimi për meshkuj ka fituar trofeun e Ligës Unike, po ashtu dhe vajzat e Vllaznimit në basketboll fituan kupën e Ligës së parë. Kupën në Superligën B për volejbollin e femrave kanë fituar edhe volejbollistët e Vllaznimit. I lumtur për trofeun e Ligës Unike, shprehet shkëmbim Kumnova nga KB Vllaznimi, i cili thotë se i ka munguar klubit dhe Gjakovës një trofe i tillë. Më të vërtetë ishte një gëzim i madh për ne, moti jemi angazhu dhe kemi ndru këtë sukses. Besom kam si ondër atë natë kësi gëzimi moti s'kena pas, po përsërit mas 29 viteve, një kënaqësi shumë e madhe, po duke falenderuar edhe qytetit, edhe bordit, edhe lojtarëve, më të vërtet ka qenë gjithçka. Suksesin e vajzave në basketboll e ka përgëzuar shumë edhe trajneri Pal Sylaj. Ai thotë se fitoria ka sjellur shumë emocione kur dihet se sa më shumë mund e sakrificë po punohet për ta mbajtur qëndrueshmërinë e klubit. Që është një kupë pas, po them, një 3-14 vjet edhe këtu, po më duket nuk e di herën e fundit kur kemi marrë. Ka qenë një dramë, me të vërtet ka qenë një lojë shumë e fortë, jemi ballafaqu me ekipin e Gjilanit, United Basketball. Unitedi ka disa përforcime, kështu që është tu bo gati, po pretendon që më kanë edhe në favorit për Super League, kështu që po vajzat tona e kanë tregu me të vërtet një lojë fantastike edhe në fundja kemi arrit me u kurorzu me kupën e Kosovës. Fitore sollën edhe vajzat në volejboll. Trajneri Blendi Haxhikadria tha se pas kupës në Superligën B Vllaznimin e pret shumë punë, por gjithmonë duke kërkuar edhe mbështetjen e sponsorëve dhe institucioneve. Gjakova meriton shumë më shumë se sa që ka marrë deri tash. Unë e kam potencuar shumë shpesh se Gjakova ka super talent dhe Gjakova mundet shumë më shumë se sa që ka bërë deri tash. Për kraja pak më madhe bizneseve, për kraja pak më madhe qytetarëve, i qënë klubet në suksese shumë të mëdha. Vllaznimi në basketboll për meshkuj përveç triumfit në Ligën Unike pret të kualifikohet në play-off në Superligën e Kosovës, ndërsa femrat në basketboll kanë përsëri punë. Duhet të luajnë në finale që të shkojnë në Superligë. E volejbollistët ju duhet edhe me shumë punë që të ndeshen me ekipet të forta në Superligën A. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Moti vranët e mereshje shiu kanë bizotruar sot gjatë ditës me temperaturat që kanë lëvizur nga 9 deri në 11 gradë Celsius. Për
Për nesër parashihen temperaturat nga 7 deri në 15 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i ndryshueshëm. Mot me diell e vranësira pritet të jetë ditën e enjte me temperatura që do të lëvisin nga 6 deri në 16 gradë Celsius. 6 deri në 14 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së premtës, karakterizuar nga moti i ngjashëm. Me diell e vranësira pritet të jetë moti gjatë së shtunës me temperatura që do të lëvisin nga 6 deri në 18 gradë Celsius. Edhe e diela do të karakterizohet nga moti i vranët e merreshje shiu me temperaturë minimale -1 gradë, ndërsa maksimalja 8 gradë Celsius. Moti i vranët e me diell pritet të jetë gjatë së hënës, shoqëruar nga temperaturat që do të lëvizin nga -1 e deri në 9 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Lëvizja vetëvendosje qendra në Gjakov ka përkujtuar me humazhe e kurora lulesh të vrarët e të zhdukurit e mesnatës së 1 prillit të vitit 1999 në Gjakov. Nga sot e deri më 30 shtator ka ndryshuar orari i tarifës të ulët të rrymës në Kosovë. Gjatë javës së shkuar, 3 skuadra sportive në Gjakov fituan titullin e kampionit, duke e bërë Gjakovën qytet të kampionëve. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.